në rastin e grave, normalisht, ne vim në jetë me një bazë qelizash ovocite, pothuajse 2 milion, 1 deri në 2 milion në lindje, dhe në pubertet, në fillimin e pubertetit dhe të pjesës së periodave për herë të parë apo të menarkës, ne kemi rreth 300 deri në 500.000 ovocite. Pra e shikoni se sa shumë është reduktuar numri i këtyre ovociteve apo vezve, me kalimin e viteve këto reduktohen, derisa pastaj në një moshë të caktuar vjen dhe menopauza ku numri i këtyre vezve është krejtësisht i reduktuar dhe normalisht pastaj ka dhe mungesë të fertilitetit. Për të përgjigjur pyetjes tuaj, besoj është shumë e qartë në këtë lloj mënyre që mosha është një faktor shumë i rëndësishëm për arsye të mënyrës se si ne jemi të ndërtuar. Pra, vim me një bazë ovocitesh në lindje që gradualisht me kalimin e viteve bien dhe mbas moshës 35 vjeçare, ky numër i vezve është i reduktuar, njësoj si te gratë, edhe tek burrat ka rol shumë të rëndësishëm mosha, sepse mbas moshës 40 vjeç, spermatozoidet fillojnë të kenë sigurisht edhe sasi më të pakët në numër, por mund të ketë shumë e rëndësishme është dëmtime të tjera në morfologji, në lëvizshmëri, pra gjëra të tjera që kanë të bëjnë edhe me pjesën gjenetike.